Po që me kënaqje. Renato, i gjithanshëm. Do qëndrojmë bashkë këtu atyre? Mundohemi. Ashtu si gatuajmë dhe këndojmë. E këndoj shumë bukur. Ishte një këngë shumë e bukur, e këndoj jashtë mase bukur, po mu bu qifi jashtë mase shumë, kur të huajt këndojnë këngë shqiptare. Robi, se keni kur ti në ekstremin tjetër të skenës, Robi? Unë nuk e dim t'i gjona po jo. Të dëgjoj unë, veshët i kam në regull akoma, s'më kanë Unë e la skenën, e di pse e la skenën. Sepse unë sa po fola, sa po thash diçka për t'jesh nacionalist në kuptimin e moderuar të fjalës. Dhe unë nuk kam qef që të këndojmë tu greqisht, ndërkohë që në Greqi asnjë grek s'do këndoj shqip. Unë dua të këndoj shqip. Pik. Dhe kjo Alketa, unë e marr si sfid. Dhe ai që më bën sfid mua do ta mendoj 3 herë. Se sfid me këto gjëra me mua nuk bëhet, se është momenti ku nuk fal fare. Shiko, në qoftë se feja sot predikon që muslimanet të krishterë duhet të mësojnë të bashkëtojnë, dhe në qoftë se sot civilizimi predikon dhe thotë që të gjithë kombet duhet bashkëtojnë, po them që Shqipëria dhe Greqia janë shumë rregull që e shkëmbejnë artistikisht të kënaqësi, dhe vazhdojnë me pikët tuaja. Mos u mërzit, Robert, mos u mërzit që të do na kundën.